Përshëndetje, mirë se erdhët në këndin ton të gatimit me zonjën Vjollca. Përshëndetemi me anvisat për të nisur një ditë të re, një javë të re. Mirëmëngjes. Siç tha Niki, ju përshëndesim të gjithave të dyja së bashku dhe mirë se erdhët në emisionin ton. Sot do të përgatisim pul me oriz dhe perime. Me shqiptarët dallohemi, madje kemi le të rrotullohemi, le të shkojmë, nga të shkojmë, ka i shkret pilaf në rimondja gjithë ditën. Për fjalë për pilaf cilësor, se mu gjesh oriz dhe oriz. Unë e nisa përfundon si kur ma lexon mendimin. Po e di unë të zgjedh produkte me cilësi superiore. Kjo është e vërtet. Orizi King, madje sot kam një lloj tjetër. S'ke zgjedhur këtë parboil sot? Po. Me ngjyrën lila. Nëse suksesi është i garantuar tek të gjithë, tek kjo lloj pakete është super e garantuar. Do ta përgatisim me mish pule, me një pul të plot, mund t'i ndani mix, nuk është të thënë se çfarë pjesësh do merrni ke pula, por është të thënë se çfarë lloj orizi do të përgatisni këtë recetë. Kjo recetë që do të përgatisun sot mund të përgatitet gjysmë në tigan, mund ta vendosni në furrë, por i kam disat në variantin më të thjesht, do ta përfundoj direkt dhe në një tigan. Në një tenxhere të thellë ose tigan të thellë gjithmonë, ju do të keni këto përbërës në tavolinë për të realizuar këtë recetë të shkëlqyer. Do të keni mish pule, 600-700 gram, flas për 4 porcione. Do të keni një paket oriz, jo se nuk mund ta gatuani këtë lloj recete me orizin kokërgjat, me orizin rrumbullak. Do më thënë me të gjithë llojet e orizave do të përjashtoja rizoton, sepse rizotoja është orizi është i lyer ka më tepër lëng, po dhe duhet i lëngshëm. Ndërsa në rastin konkret është ndryshe. Pastaj me të gjithë llojet e orizave këtë keni ju në dollap, por unë bëra zgjedhjen sot të kësaj pakete. Me ngjyrë vishnje. Po, si vishnjë, se tash lila unë për do ta shikoni dhe do të më vërejni me kujdes dhe kokrën, madje kur ta hap dhe ta hedh në tenxhere. Do të keni për pastërtinë dhe nuk po flas me gramatur, po flas me përbërës. Me përbërës. 2 deg selinon të prerë në kubik. Domethënë masat pothuajse janë të njësoj. 2 kokra qep mesatare ose një që mund të jetë çik më shumë se mesatarja. 2 karrota, 2 lugë djath parmigjan, 100 ml verë, zgjedhja është e juaja në fund, mund t'i hidhni majdanos, mund dhe mos t'i hidhni, për arsye se aroma e selinos do të dominoj në gatim. Shiko, unë njerë isha më dyshje, ata sillja ata me orize domate, alla shqiptarçe, po thash, me që janë akoma në treg, se domate do t'i bëjmë, do t'i jenë dhe do të vazhdojnë t'jenë. Kështu që kemi kohë tona, e sjell është edhe ashtu, se dhe ashtu është shumë e shishme, kam përshtypjen. Po, mos e diskutoj që ta sjell në të gjitha llojet e varianteve, dhe do fillojmë të mbushim. Shiko, kokra është si transparente. Unë, shiko, nga që janë perimet, do të marrë një kup, ja, këtë kupën do të marrë, do të ambush këtë kupën. Kjo është baras me një gotë. Okej, një gotë oriz. Një gotë e gjysë do të hedhun këtu. Shife si është orizi, ha? Po, duket që është kokra e pastër edhe qelibari është si të i dukshëm, dhe kokra këtu është si qelibar. Do të hedh pak vaj ulliri. Do të kaloj fillimisht, jo. Do të kaloj pulën, sepse do vendos një perimet, pastaj do të hedh orizin në fund për ta. Edhe qepën, edhe karotën dhe selinon. Pak fare pulën, se dhe pulën do të azjej së bashku me orizin këtu. Pulën kam blerë tek këmëja. Aty janë zgjedhjet si të dëshironi ju, vetëm kopsha, vetëm shpatula, vetëm fileto, pul të plot, si ta kemi qefin. E kalojmë pak, mishin e pulës. Nuk i kam hedhur krip. Sa të kapet një qik dhe pastaj do ta vendos përsëri për ta gatuar me përbërësit e tjerë. Me qepën, do të hedh qepën. Këtu së bashku do të përfundojnë të gjithë përbërësit.
Pra, orizi është kryefjala e kësaj recete, mishi, selino, karrota, janë aksesor, pjesë përbërëse, që do të japin një shije absolutisht të këndshme orizit. Sepse janë aksesor, sepse, si që thash, mund të bëj një oriz me domate, dhe domatja përsëri është aksesor se mund të ndryshoj. Ama orizi nuk ndryshon. Ka ordisin qepën pak. Dhe më pas me perimet e tjera. Mund t'i hedhim dhe të gjitha së bashku, por... Djetë që se cila ka të kohën e vetë. Po, pak nga pak, me njerë filloj me karotën, se karota do më shumë kohë për të gatuar. E lëmë dhe një qik. Pastaj, desha të theksoja që orizi kur bëhet sade, i themi ne, pa gjë vetëm me pulve, pavarësisht në ndyra e pulës, e do një qik gjallë. Dhe unë këtu do të hedhë një qik gjallë, por në një kohë më të vonshme... Vetëm shije jep. Ishte po thoje për atë orizin që mund të bëhet dhe mund të gatuhet pa yndyrë. Cili ishte kokërgjati? Po, kokërgjati. Po, kokërgjati që mund të gatuash si që bëm radhë në parë. Po. Pasaj mund bëjmë oriz se s'kemi vish nuk është kush që të kemi vish. Mund të bëjmë orizin me një lukë gjallë të thjesht dhe një pjatë kosk, shumë ka ndërë shumë shpejtë. Se tani është dhe vabë, zonja Vjoca. Dhe ka qenë ushqimi i preferuar gjatë fëmirisime. Po. Mirë, hedhe dhe selinone dhe bëjmë një shkëputje në zonja Vjoca. Po. Japim një hapësirë të merituar të gjithë bashkëpunëtorëve të Vilës dhe rikthehemi për të vazhduar me recetën e parë. Përshëndetje sërish, vazhdon pjesa e parë e gatimit, receta e parë e orizit me perime. Tani jemi në fazën për të hedhur orizin, apo jo? Nëse do t'i lëmë dhe pak perime, do na karamelizohen dhe do na marrin ngjyrë, kështu që nuk është absolutisht e pranueshme për këtë lloj recete. Do të hedhim orizin, po dha një kupë, do të hedh edhe një çik tjetër. Ja, dhe një gjysmë. Do t'i ka urdis së bashku me perimet. Të po e lë për atë pjesën me domate, zonja Vjoca. Po, patjetër. Të orizin. Derisa orizi të lyhet me yndyrë së bashku me perimet. Ja. Dhe tani, perimet dhe orizin, unë nxe orizin, mori temperaturën e perimeve, nuk është nevojë ta lëmë më shumë. Në një rast tjetër dhe mund ta kishim skuqur më tepër, do të hedh verë të bardhë, si gjithmonë. Verë të bardhë. Do t'i shuaj me verë. Do t'i lë për pak minuta. Çfarë arome që është këtu. Ky lloj orizi që kam përdorur sot për këtë recetë është me vlera ushqimore shumë të larta. Ky që është me vishnjë parboiled, nëse anvisa dhe duan me detaje. Po, për arsye se kokra e orizit është nështruar, ke thënë ti më përpara shumë proceseve. Tani do të vendos këtu, jo, do të hedhë ujin e nxehtë. Hedhim ujin e nxehtë, po. Ma jep edhe atë kupën se më duhet për mas. Raporti 1:2, në rastin konkret, të ky lloj orizi. Dhe hedhim pa frikë, mund të hedhim dhe 1-3 çerek, por me që do të zjedhe mishi së bashku me... Pra të hedhë... është kusht, nëse do të kisha një mish pa kocka, do të kisha hedhur pak koncentrat, 1 tablet, 2 tablet koncentrat perimesh, më duhet edhe pak fare ujë. Tani do të vendosh dhe copat e mishit, dhe do t'i vendos kapakun. Për 20 minuta këtu gjithçka është gati, jeni të ftuar tek Vila dhe si gjithmonë, si çdo ditë që ne ftojmë. Gjallë pindjathin përbërësit që na kanë mbetur? Tani më duhet një lugë gjallë. Një lugë jo shumë madhe. Të kemi si le të themi si avantazh të pakën këtu në kuzhinën tonë që kemi lloje të ndryshme orizi dhe ne veprojmë sipas varieteteve që kemi në stendën tonë, mund të sjellim receta të ndryshme me të njëjtin produkt siç është orizi.
Njëre si dhe vjotëve perime, njërë në shkrive format pa të ndryshme. gjalpi. Po, dhe ngjyrat më pëlqejnë shumë të bukura të Dhe komplet gatimi. ngjyrat pëlqejnë, po sa do pëlqejnë kur ta konsumosh. E di, sa minuta do presim për të Për zirë? 20 minuta këtu. 20 minuta. Gjithçka është të gati, do të hedhim dhe pak fare piper të zi, pastaj secili sipas shijes, në fund fare, para se ta largojmë këtu më tigan ku është, do të hedhim dhe 2 lugë djathë parmigjan të grirë që kemi mbi në tryezë. tavolinë. Unë po bëj një përmbledhje, po. Pastaj thash, majdanozin si të dëshironi, për arsye se selinoja ka përveç se shijes, vitaminave, të tjerë, ka dhe atë aromën e vet. Kështu që po dua me mbajmë me shumë selino, po dua me thyej me pak majdanoz. Po. Ky është ide. Bëjmë një përmbledhje të përbërësve, të recetës së parë, do ta ulësh besoj temperaturën këtu nisë të Po patjetër, Sa të filloj të valoj? Po. Jo, ishte ujë nxehtë, prandaj Ishte hedhim dhe nxehtë. ujë nxehtë. Shumë pak se një gjysmë kupe, duaj më tepër, do ta ul në një temperaturë mesatare dhe ta lë që të ziejë gradualisht. Dhe mirë që zgjodhi ta lëm aty siç është në sopë. Ja orizi me pulë dhe perime, ju ndoj që të gjitha detajet e procedurës së gatimit, 600 gram mish pule, 250 gram oriz king i kompanisë Ferra, mos e harroni këtë gjë, 2 qep, 200 gram karota, 2 deg selino, 30 gram gjalp vitam, 100 ml vere bardh, 2 lugë gjelle parmigiano, krip, piper i zi. Kjo ishte tabela jonë, ne do të shkëputemi, është hapësira informative me njerë pas publicitetit, takohemi në pjesën e dytë, sigurisht me një tjetër recetë që me sa shoh nga përbërësit, është na e largon komplet këtë vapën. Po, është një salat, ka dhe perime vere dhe dimri, ka fruta po, ka edhe avokadon, ka dhe qitro. Qitro, nuk është grapefruit është kjo. Po. Kemi dhe salat valeriane, që quhet si marule vogël, edhe ajo shumë e shëndetshme, e freskët, do të cilëm një salat. Një kombinim shumë i zgjuar i të gjitha perimeve dhe frutave, shkëputemi, takohemi në pjesën tjetër për ta gatuar këtë recetë dhe për ta shijuar orizin. Mirë se erdhët, është pjesa e dytë e këndit të gatimit në Vila 24, jemi gati për të përgatitur atë salatën të cilën e përmendëm në pjesën e parë, por përpara se të nisim do doja të pyesja, si doli orizi? Shijosh vetë orizin. Orizi ka përfunduar, unë e kam fikur, ja. Shkret vetë, shikon vetë, shkëlqen, kokra, po saqërisht e trazova shumë fare pak letë, që ta shohin anvisa që kokra ri veç nga një gatit e shkriftuar, do ta servirim, është gati dhe vetëm do t'i hedhim djathën parmigjan. Tani këtu, do të bëjmë një salat, kemi këtë salatën që quhet valeriane në etiket, por quhet dhe marule vockër. Kemi pastruar, larë, tharë, e vendosim këtu me një tas. Kam bërë gati, për arsye kohë gjithmonë, repat kuqe. Të prera një 4-5, varet nga madhësia që do të kemë repat. Kemi finok, të prerë kështu në feta. Ja. Heqim këtë. Kam filetuar qitron, e presim dhe avokadon në feta. Limonit e duhet i shtrydhur? Jo, kam shtrydhur pak, po desha në qofë se nuk do të fillonim, t'ja hidhja avokado, sepse këto janë perime fruta që nxihen. Më thënë dieta kjo era e finokut, era uzo? Është shumë e shishme. Gjatë kohës që e filetova qitron, mblodha pak lëng këtu, dhe e përdor sërish për... Këtu kemi një lugë kafeje, çaj, mbarët sa do të përgatisni ju mjalë, 2 lugë kemi saltë soje, këtu kemi 2 lugë lëng limoni, 4 lugë vaj ulliri nga vaj ullirit që kemi posaçërisht altis e përdorim për salata. Jo se nuk përdoret ai tjetri, përdoret shkëlqyshëm, madje edhe me bukë. Mund ta lyeni edhe ç'të të them. Ja. Tani do të hedhim qitron, e ke filetuar. Qitron të filetuar.
duart janë të pastra. Se vëm këtë në dyshim, a jep mua tasin, të gjitha tasat që kemi shfrytëzuar me përbërësit. Pak e nga pak dhe plot ajo salatëria tani do të bëjmë salsën. Nxjerrim një lugë. Salsën me një lugë nga lëngu i citrus. Mund ta mbillni edhe mund t'ja hedhni pa frikë. Hedhim një lugë çaj, aq është. Me mjalt. Një lugë çaj mustard. Që sa herë që e përdorim, më kujtohet ai gatimi që kemi sjell me një lugë çaj. Sallat ka qenë ajo më duket? Sallat ka qenë më duket. Me një ndryshim të vogël që kishte me mustard, që thamë i bën ndryshim të madh këtij gatimi. Po. Kemi bërë edhe salcë, që kemi bërë vezët. Edhe lloj salce, po. Se sa shumë ke sjell edhe na ngatrohet të gjitha. Recet na ngatrohen, jo vetëm ty, po dhe mua që i gatuaj. Ja. Ky është limoni. Po hedh një lugë, nuk po hedh dy, se nuk duhet ta bëj shumë të fortë. Salcë soja. Do të keni shumë kujdes, se salca sojës është shumë e kripur. Evitojmë pak kripën dorën tek kripa. Këtu kemi përsëri salca e sojës dhe limoni, duhet të jenë në varësi të sallatës, duhet të jenë njësoj. Nëse kemi një sallatë madhe, luga nga çaj, vetëm në lugë gjelle, më kupton. Por porcionet janë ashtu, nëse vetëm ndryshon, pak piper, këtu, krip shumë pak fare, se thash ka. Dhe tani, për masën që kemi hedhur ne, duam 4 lugë vaj ulliri. Unë e hedh me sy. Dyfishin e sasisë së përbërësve që kemi aty. Ja. Kjo është. Edhe kjo pajisje që në ndihmon për ta... 2 lëvizje dhe këtu gjithçka është gati. Në fund fare do t'i hedhim edhe arrat. Prira në copëzat vogla. Ja, shikon që del tamam salcë. Kremoze. Kremoze është bërë, sepse ka ndihmuar edhe mustarda. është pak më e trashë se sa... Po, sigurisht. Ajo los rolin kryesor, ja, ne kjo del shkëlqyshëm, por për kuriozitetin e anvisave, që ta shohim tamam salsën, ja. Dhe në mënyrë të një trajtshme, shpërndahet më mirë, edhe kripa është tretur, edhe përbërësit e tjerë. Mund ta përzim pak, e gjithë kjo shërbet në moment, nuk është salat që duhet të ri, ka salata që ndoshta duan një farë kohë të marinohen, por salatat që kanë zakonisht gjethe, si që është në rastin tonë konkret, gjethen jeshile, ato duhet të shërbehen për një herë. Sepse duam të ndjejmë edhe freskinë, të jetë e freskët edhe salata edhe shia që ka. Këtë razipi i bën mirë sepse e ndihmon mund ta kishim trazuar edhe në një tas më tjetër, dhe ta hedhim këtë tasi që i shërbejmë pastaj. Por, ja. Tani do të hedhim arrat. Në fund, po. Dhe çdo të duart. Lloj sallatash. Tani do servirim pilafin që është bërë. Po bëj një përmbledhje në fakt të përbërësit, teksa ti zonja Vjoca servir pilafin me perime, po largoj edhe mjetet që nuk na hyn në punë. Dhe jemi gati për të servirur sigurisht pjatën kryesore tonën, por sallata mix që sa po e përgatitëm dhe ju e ndoqët, kishte këto përbërës 150 gram sallatë valeriane, 4-5 repa të kuq, një citro, një pinot, një avokado, 50 gram ara, një lugë çaj mustard, një lugë çaj mjalt, një lugë gjelle salcë soje, 4 lugë gjelle vaj ulliri, 3 lugë gjelle lëng limoni, krip, piper i zi. Me gjithë këto përbërës kemi mbushur këtë tasin e sallatës, që është si një vakti plot, me qënë se tani është dhe vapa, po jo zonja Vjoca dhe... Do m'japësh çik djathin parmigjan, ja hedh këtu në pjatë. Po.
E ke aty djathin. Ja, një lukë të marë. Këto dyja shkojnë me njëra tjetrën, besoj. Po, shkëlqyshëm. Selino dhe karota, mishpule, orizin parboil king me atë ngjyrën vishnje. Unë do dëshiroja që ta provoj një Sigurisht, qika. unë mezi po pres, që të ndjej diferencën. Shiko kokra e orizit, është e shkëputur nga njëra tjetra, luga është e Po, pastër. më jep atë lugën që kemi si për të provës. Ndje diferenca, me thënë drejtën. Po pa tjetër. Ndje diferenca këtu dhe e parmigjan. orizit. Do hedhim këtu parmigjan. Ta shijojnë dhe qunat. I ke hedhur majdanosi zonja Vilca? Jo, Jo, nuk i kam hedhur, ato desha të pyesja. Është nevojë që t'ja hedhim apo jo, se thash. Unë për vete e preferoj me selinon. Më pëlqen aroma. Deri në këtë fazë është... Nëse nuk do ishte selina, do kisha bizele, fjala vjen ose diçka tjetër. Mund t'jete me bizele, për shembull, në vend selinosë. Pa tjetër. E bëjmë ti tjetër me bizele edhe me ingredient tjetër. Me orizin që na mbeti thamë atë të tomateve fillimisht, se i premtuam. Kanë radhë perime. Se zbën. Sepse na duhen shumë gatime, sepse janë ushqime të lehta për të përballuar të nxehtin, të thjeshta, të shpejta, që sigurisht edhe pa kosto, kjo është më e rëndësishme. Thirrja e vetme në këto temperatura, unë e di që spret do të ha shumë pilafin e çan, këto pilaf, makarona, ushqime, kombinime të fantastike. Dhe në gojë ndjehet kokra e orizit që është e shkrifët. Është e vërtet. Ne falenderojmë shumë Kompanin Fera që na bën pjesë që na bën pjesë të varieteteve të ndryshme të orizit king, që ne na jep hapësirë për të sjellë receta nga më të ndryshme. Ta vazhdojmë të konsumojmë orizin, mos harroni të konsumoni sa më shumë ujë. Ne falenderojmë Fabin që kemi të pandashëm në tryezën tonë për të mposhtur temperaturat dhe për të hidratuar si gjithmonë. Takohemi në këndin e gatimit nesër me zonjën Vjollca, të falenderoj si gjithmonë. Rafsh. Është balkanweb.com, pjesë tjetër që është afër anvisave edhe atyre që duan të gatuajnë shëndetshëm. Në rubrikën gatimi gjeni të gjitha recetat e zonjës Vjollca. Do t'jetë me mua pas pak për këshilla të vlefshme, nëse i doni për të kujdesur për lëkurën tuaj, këshilla të vlefshme që na vijnë nga Versace 1969, si gjithmonë vjen me oferta. Do t'jem pas pak me Malvinën. Miropafshim.